Sa i takon energjisë, ju lutem, sa i takon energjisë, vrullit, sa i takon kushtimit, sa i takon angazhimit, sa i takon komunikimit, edhe punës sime në teren, me njerëz në teren, jo po dhe 10 si kolegu im nuk mujnë sepse unë jam me kilometra larg nga pikpamja angazhimit për kushtimit dhe ndëshmërisë e guximit. Nuk jam person që kam dëshirë që bëj vetë lavdrime natyrisht, dhe kjo nuk është në etikën time, që të lavdrohem se çfarë energji kam. Jeta unë vjen nga bota e mësimdhënies, domethënë jam person i cili i kam kushtuar jetës akademike. Natyrisht me angazhimet nga më të ndryshme në politikë, në kulturë, në arsim, etj. Prandaj qytetarët le të na vlerësojnë, domethënë se sa jemi kush e kilometra larg. Unë kryetarit aktual me që përmendë që dikur kam qenë domethënë pjesë e shtabit e tij, shef i shtabit e tij, ja kam mësu edhe komunikimin verbal, edhe jo verbal, edhe grimasa si duhet bën kamerë etj. Dhe për atë pjesë nuk e bi pishman absolutisht. Por kur nuk kam qenë pjesë e bashkëpunimit në ekzekutivit, dhe na kam dalë kjo pjesë e botës, natyrisht. Replikat e fundit që tim. Kolegu imi nderuar është i njohur për këto çata. Po për punë e për menaxhim, qytetarët e din kush është. Jeta veç pak, për punë e menaxhim ju thash që asnjë projekt kapital nuk ka përfunduar në Rahovec. 12 vjet është menaxhu 200 nëse mirët parasysh perioda kohore 3 mandate që i ka pas, pothuajse jo të plota 3 mandate, pothuajse 3 mandate, 200 milion euro në dispozicion, asnjë projekt kapital nuk e ka përfunduar më sot. Pra kjo është për keqardhje, ju lutem.